Unë kam një problem për shembull që ndonjëherë thuhet që shqiptarët janë spion vet pa lek. Po kjo s'po rezulton mua në terren kjo. Ku shtan terren, jo? Pyet mirë. Nuk rezultojnë. Pyet mirë se edhe forma drejtësi prandaj kanë dhënë fruta. Po jo pra se këtu, po jam dakord me atë që doli ai si e kishte emrin ai. Nesi Agoni. A qifi si ai. Po unë e kam te kjo që se nuk e funksionon kur ka interes për atë informacion. Tani të lutem, çka kuptimi ka? Ti e ke një njeri në lagje që ikën si komet? Unë mendoj që policët e dinë shumë mirë se kush është në lagje i çmenduri që nuk pyet për asnjë gjë dhe gjithë frika ime si një prind është fakti që policët mos ma bëjnë shok mu këtë tipin. Se ky është problem tjetër, pastaj që ne gjithë e shohim që bllokohemi në rrugë me makinë edhe polici përshëndet dikë. Tani sepse është gjithmonë ideja që po themi hajde se po i bim qaf policëve, po jo, se ata që bëjnë të tilla shkelje duhet marrin përgjegjësi për këtë gjë. Dhe nëse flasim për drejtat e fëmijëve, ne i kemi hyrë aq në hak fëmijëve dhe po i hym aq në hak fëmijëve me të gjitha të drejtat, pra jo vetëm kjo drejta për t'u argëtuar, për t'u socializuar, e drejta për t'u ushqyer. Jo patjetër, unë thjesht po përmend të tjerat, pra, e drejta për të pasur një familje të qetë, e drejta për të pasur edhe kushtet optimale në familje, ne fëmijëve jo kemi hyrë në hak. Po ne nuk kemi menduar sot dhe akoma sot e kësaj dite prej shumë vitesh se cili është prioriteti ynë si qeveri për të pas pikërisht në fokus fëmijët. Dhe ndërkohë fëmijët i kemi aty, me thënë drejtën vetëm kur na plas shpirti për fëmijët dhe pastaj bëjmë dhe marrim domosdoshmë. Obleta se je juriste, lutem, se duat merren pak me ignorancën e këtyre politikanëve që kemi, që nuk i duroj dot fare. Ignorant komplet. Aman mos mishaj, aman mos e bezi kemi. Tani, çfarë ligjit veçantë do bëjnë këto se kanë parë aty ke lagja jon Velioza që ishin shtuar policët, trafikonin policët. Po pse më duhet vdesin fëmijët që çtonin policët ju? Që patrullojnë domethënë. Unë nuk do merja që musht vetëm lidhje me policët, du të ashtrojmë më gjërë. Më këshim bërë propozime konkrete për ligjit. Dakord, pra, dakord. Po së ajo mënyra? Një sekund, nëse... Unë nuk mendoj, janë ndërhyrje para prake. Nëse punët në këtë shoqëri do zgjidheshin me burg, shtetet europiane do këshin shtu numrin e burgjeve. Jo, ai shoferi do ishte në burg tani në Itali. Jo, nuk do ishte për jashta. Të lutem, ka zgjidhje. Shiko, sështë ai do vi tjetër, se ka që përdorin substanca psikotrope, e tjerë kanë varësit ndryshme. Unë them që të kryoj mjedise tilla, që probabiliteti për të ndodhur ngjarje të tilla fatale, që janë kriminale, të paksohet. Si do paksohet ajo rruga kalon mund të... Atëherë të lutem. Rruga kombëtare kalon të dhoma e gjumit në andej nga jugu. Mund dhom gjumit. Si mund tjetë ajo lagje, prandaj nënvizova faktin e këtij ligji, është një ligj shumë modern, shumë i mirë që unë e gjetë pas batuar. Për drejtat e fëmijëve, këtë që përmenda. Të gjitha nisma që janë për drejtat e fëmijëve janë në ajër akoma. Do me thënë, sot i kësaj dite. Nuk kam protokolle, Berta, nuk kam protokolle. Jo, një sekund, po jo më ka zgjidhje. E di Velioza shkëlqyer. S'kan faktor minut. Se ajo ma ka thënë. Po ti di shumë mirë, s'ka protokolle. Precedenti është në mënyrë praktikës. Unë kam çështje për ditë që kanë të bëjnë me fëmijët. Ndaj, po të them, der ku shkon tek shkon. I intereson gjithë atyre që kanë diçka dorë, si në pushtet qendror, se me dorë që thuhet kjo nuk bëhet, jo mërë jo bëhet, por i bin shkurt, sepse po të fillojmë me standarde që duhet, po themi, për 10 minuta fëmija maksimumi, o 300 metra, o 500 metra maksimumi të marrë Tiranën, të aksesoj një këndlojrash e tjerë, po, ju paksohen mundësit për të ngritë këto kullat, që janë edhe biles janë dhunuse, nuk e di se qaj ju shkaktoj njerëzve në psikozën e tyre. Jo, ka një këshill që monitoron gjithë zbatimin e këtij ligji, që do të përmirëson të jetën të gjithve, se kur përmirësojmë jetën e fëmijëve, kemi përmirësu jetën e familjes, kemi përmirësu jetën e gjithë shoqërisë. Sot, një nga shkaqet, po themi, që bie fjala të rit, ato në moshën e riprodhimit, emigrojnë, thonë nuk rrisim do të fëmijë këtu, e kanë të pamundur. Ju se cili jeni prindër e dini çfarë sakrifice e madhe dhe çfarë rrezikshmërie në çdo çast. Krejt pa nevojshmërisht.